Ne I kemi zëvendësuar këto norma me norma të gabuara. Po përmend këtu disa shifra të cilat tregojnë se kush është norma. 1 në 2 gra majorene pranon se shumica e personave në komunitet besojnë që dhuna ndërmjet burrit dhe gruas është çështje private. 1 në 4 gra pranon se shumica e personave në komunitet besojnë se kur një grua rrihet nga bashorti I saj, faji ka mundësi të jetë edhe I saj. Pra, kështu beson masa. 1 në 4 gra pranojnë se gruas duhet I vitur të flasë me dikë jashtë familjes, për ta ekspozuar dhunën, për ta raportuar dhunën. Dhe faktikisht duke qenë edhe një element kaq delikat dhe I ndjeshëm çështja e dhunës ndaj gruas, edhe raportimet mendohet që nuk janë gjithnjë të sakta. Pra nuk janë 100% reflektim I situatës dhe I aktualitetit. Ashtu siç e cekët ju, edhe unë mendoj që dhuna ndaj gruas ka doza tradicionale. Pra ne vim nga kjo, në qoftë se 1 në 4 gra mendon që gruaja duhet të rrihet kur ka faj, atëherë si mendojnë burrat? Nuk kemi një statistikë për burrat. Si mendojnë ata?